Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, sekreti që shëron artritin përgjithmonë, ja si ta përdorni. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët e tyre në agoni dhe vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hithrës. Kjo bimë është efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i hithrës së freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm sidomos për njerëzit të cilët dëvojnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët, për këtë lëng juve ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni me ujë të bollshëm. Më pas, hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas, kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse do të dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni ato në një çajnik me rreth 2 gota me ujë. Ziejini për plot 10 minuta. Më pas, duhet të keni parasysh se pasi ta kulloni lëngun, ju duhet që të shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe njëkohësisht pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë, mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që ju ta ndjeni veten tuaj më mirë. Lëngu i hithrave sigurisht është tepër i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve, karotenoidëve, vitaminave dhe njëkohësisht mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidët dhe karotenoidët, të cilat gjenden pikërisht tek lëngu i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pjeje efikasitet të plot në lidhje me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar. Ndërkohë, aplikimet e ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ju ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbje mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mundet t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar kështu dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhet 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë me vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur kështu një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën për 1 javë 2 herë në ditë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton që ju të ngrohni për 2 deri në 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar.
e lini të veproj për disa orë dhe më pas shpëlajni. Përsëriteni këtë proces 2 herë në ditë. Më parë ju duhet që të konsultoni me mjekun për çdo recetë që aplikoni. Me kalimin e kohës, trupi i njeriut humbet forcën e vetë dhe njëkohësisht ai bëhet më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina dhe kapilar të cilët veshin edhe muskujt. Gjuri, në veçanti, përballet me shumë stres sepse mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtme të trupit, por edhe mban pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm, në të kundërt do të preket nga inflamacioni. Dhimbjet janë të forta dhe kryesisht ato shkaktohen nga artriti, reumatizma, lëndimet, sëmundjet imunitare, infeksionet, tendinat problematike, akumulimi i acidit urik e të tjerë. Mirë po për fat të mirë, ka shumë kura natyrale kundër inflamacionit dhe dëmtimeve të ligamenteve të gjurit. Speci i kuq djegës. Speci i kuq djegës është përdorur prej shekuj kundër dhimbjeve. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave që të ndiejnë dhimbje dhe ta transmetojnë atë. Kapsaicina parandalon shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës futet në lëkurë dhe gjithashtu shpërbën kristalet e acidit të cilat formohen në kyçe. Për më tepër, uthulla përmban minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është tepër i dobishëm për shëndetin, sidomos kundër inflamacionit, madje shërben edhe si vaj bartës i shkëlqyer. Kura natyrale do të paksojë inflamacionin dhe gjithashtu do të mund të zbusë dhimbjen. Kjo pastë bëhet duke përzier vaj ulliri, xhenxhefil, uthull dhe spec djegës. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj mund të zgjidhni sipas mundësive. Ju duhet edhe 1 copë xhenxhefil e grirë holl. Përgatitja: përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirë fillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes të paktën 2 herë në ditë dhe mbajini për 20 minuta. Më pas, shpëlajini zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi përzieni dhe 1 herë. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve dhe të kockave, si edhe të gjurit, nuk duhet të neglizhohen, por shpeshherë ato kërkojnë ndërhyrje mjekësore, prandaj më e mira që ju mund të bëni është që ta përdorni këtë recetë në bazë të rekomandimeve të mjekut tuaj. Mirë po gjithmonë duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.